Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit e nderuar, jemi tek libri Rruga e Priftit në Islam, po prifti që pranoi Islamin. Kemi arritur tek kapitulli 5 mbi ideologjinë e krishterët, të cilët duhet ta njohin të rinjët edhe pleqt. Në këtë kapitull kemi me shpjegu se Isa a.s. nuk është Zot, por është njeri. Është krijesë e Zotit edhe i dërguari i tij. Mirë po kemi me shpjegu prej librave të vetë krishterëve, prej Biblës, që kanë mbet disa tekste që janë të sakta që thuhet që Isa a.s. ka qenë i dërguari i Zotit dhe nuk ka qenë Zot. Dijeni Allah më shëroft se është gënjeshtër ajo që e keni cekur më parë mbi konceptin e krishtenizmit, mbi Krishtin si Zot, si biri i Zotit ose si krijues, se atë e kundërshton edhe vetë autorët e 4 ungjive. Vetë e qelni librin Biblën edhe e shihni që aty vetë thuhet që ky ka qenë krijesë njeri dhe i dërguari i Zotit. Shiko, Mateu në kapitullin e parë të ungjillit të tij thot. Dhe çfarë thot? Ky është libri i gjenealogjisë së Krishtit. Gjenealogjia është zanafilla, është preardhja apo e Isaut a.s. Ai është biri i Davidit, biri të Abrahamit. Pra deklarata thot se Isa a.s. është lindur nga brezi i Davidit, kurse Davidi është pasardhësi i Jehudës, biri i Jakovit, biri i Izakut, biri i Abrahamit. Në këtë kontekst, secili prej tyre vërteton se zanafillën çka e ka njerëzore. Sepse vetë po thot, biri. Domethënë zanafillën e ka njerëzore, nuk e ka të Zotit. Pastaj thot, padyshim është njeri, vetëm Allahu i Madhërisht është i gjithmonshëm, nuk ka lindur dhe nuk është i lindur. Po ashtu Mateu tash. Çfarë thot? Në kapitullin e 4 të Ungjillit. Thot, një njeri ka thirr Krishtin. Çfarë? Një njeri ka thonë Krishtit: "O Habër." Habër ka pas për qëllim për Zotin, Zot. Çka i thot Krishti? I thot: "Përse më thërat Habër?" Sepse thot Habër është Zoti i Madhërisëm. Apshe? Vetë i ka thonë Krishti. Një njeri i ka thonë Krishtit Habër, Zot, ndërsa vetë Krishti, Isa a.s. Jezusi, ka thonë pse më thret kështu? Habër është Zoti i Madhërisëm. Pote. Pastaj thot, kjo tregon qartë për vuajtërinë e Krishtit ndaj Zotit krijues, si rrjedhim Isa nuk mund të thrasëm hyjni dhe të konsiderojmë të tillë. Gjoni tash në kapitullin e 16 të Ungjillit ti kallëzon. Krishti i ka qu syt drejt, thot qiellit, duke ju drejtuar pavujtërisht Zotit të Madhërisëm, të vetmit krijues me fjalët. Njerëzit duhet të dinë se ti je Zot. I ka qu kryt nalt edhe ka thonë ti je Zot. I vetmi krijues. Që po do? Që do doshtë? Vetë Isa a.s. e ka qu nalt edhe ka thonë ti je i vetmi krijues. Na, në dersin e kalum, kur i qitëm disa tekste të krishterëve çka, thonin që Jezusi është krijues, apo? Nësa kjo po bjen dash. Thot, që me këtë, qërë tash, i vetmi krijues që më ke dërguar, që është pejgamber. E njëjta gjë në Kur'an e ki që është pejgamber Isa a.s. Këtu theksohet dëshmia e Krishtit se ai është i dërguar nga Allahu për t'i plotësuar obligimin dhe thot duke transmetuar se Allah është i vetmi Zot dhe se tjetër Zot nuk ka, me një obligim të tillë ka ardhur Isa a.s. në këtë botë, siç kanë ardhur pejgamberët tjerë të Allahut subhanahu wa taala, këtë pejgamberët me radhë. Kur dikush nga të krishterët thot, pasi Krishti në këtë kaptin e vetë e pranon, së është i dërguar nga Zoti, kurse në vend tjetër mund të gjendet se ai është krijues dhe jam shuar. Ç'a më bë? Po bin kundërshtim njëra me tjetrën. Me njën thotë jam i dërguar i Zotit, më ka dërguar Zoti, me njën thuhet të ungjit që në 4 të pranuar te krishterët, thotë që jam krijues. Është krijues. Atëherë kujt i jepet përparësi? Normalisht i dërguar i Zotit është. Dhe kjo është rënë, kjo është gënjeshtër, që e kanë fut faktori njeri e ka fut brenda Biblës. Se njëra e vërteta është o vllazni. Ose është krijues ose është krijues.
A kryus për thot Allahu azza wa jall. S'mund më kon dy kryusa. Ndërsa ai është i pastër nga ajo që ja përshkruajnë atij, sa çudi ju bini në kundërthënie si në këto dy citate. Është e vërtet plotësisht se Isa alayhis salam është i dërguar prej Allahut subhanahu wa taala. Trillime të tilla të krishterëve thotë kanë ndikuar në formimin e brezave të para, kështu gjenerat pas gjenerate, ja kanë futur në kokën e njerëzve të katolikëve këtë bindje dhe i kanë deviju, do thotë i kanë deviju të krishterët nga bindja e hershme. Mateu tash në Ungjillin e tij tregon se dielli e ka thirrur Krishtin, Isa alayhis salam. Ti për ullet dhe si kundër shpërblim do t'i tregonte begatit e tokës dhe bukurit e saj duke i thonë. Qërë tash? Qa po thotë tu? Tash e të citojmë versetin në Bibël. Për ulmo, se atëherë të gjitha këto do t'i dhuroj. Për këtë Krishti është përgjigjur. Qërë, dielli i pas ka thonë Isa alayhis salam për kulmo. Dhe Isa alayhis salam Krishti si pas krishterve, thot, i është përgjigjur në çdo njeri, se çdo njeri është i urdhruar që askujt përveç Zotit të mos i nënshtrohet dhe të mos i falet askujt, përveç atij, miron sejdë veç Zotit. Shë? Allah subhanahu wa taala kalon dëshmi vllaznia dhe në këtë Bibël që e kanë, më kallëzu që se keni drejt. Kalon dëshmi. Allah është i mëshirshëm për robërit e vet. Lën dëshmi edhe në librat e tyre që vetë ata e lexojnë. Qa po thot? Dili ka thonë, djerë mund sejdë, apo? Ndërsa Isa alayhis salam Krishti, qa po thot? Jo, sejdë është vetëm për Allah subhanahu wa taala. Ky pojim Isa alayhis salam është konfirmimi qartë i pastër, i thënë prej tyre se ai është Zot, po të ishte Krishti Zot, si thonë ata, as djalli shejtani nuk do të kishte guxim të thoshte diçka të tillë. Gjithashtu ne në përgjigjen e Krishtit si shihet qartë se sejdja është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Tani e kemi pikën tjetër. Gjoni në Ungjillin e vet rrëfen se Krishti ju ka thënë apostujve: do të shkoj tek babai im, Zoti, dhe babai juaj, tek Zoti im dhe Zoti juaj. Kjo do të thotë babai im dhe babai juaj është Zoti ynë i përbashkët, apo? Një Zot është. Babai im, babai juaj është një. Pra kjo ka qenë terminologjia e asaj kohë që e kanë përdorur. Nëse të krishterët janë të fortë në besimin e tyre, dhe se Krishti në këtë rast ka thënë se Zoti është babai i tij, duke shtuar se babai të gjithë atyre, pasi ka thënë babai im dhe babai juaj, mirë po ajo kundërshtohet krejtësisht me deklaratën tjetër të tij, Zotit tim dhe Zotit tuaj, me çka absolutisht përjashton mundësinë që Isa alayhis salam me qenë hyjni, me qenë Zot. Në më thonë shumë qartë e tregon ky verset. Mateo në kapitullin e 7 të Ungjillit të tij tregon se Krishti ju ka thonë tash apostujve. Apostujt për dini sikur sahabët e pejgamberit alayhis salam për Muhamedit alayhis salam, shokt. Secili njeri që ju don dhe ju mbron, më dashuron e më përkrah mua, e kush më don mua, do edhe atë që më ka dërguar mua. Më ka dërguar. So më shruar Zotit e Isa alayhis salam, po më ka dërgu. Më ka dërgu si pejgamber, po që në pëthejmë qëto. Dhomë të thujnë të thonë që so Zot, po është kryes që e ka përzgjedhë Allah zë vëgjel. Po nuk o Zot, sepse binin shirkë të Allah subhanahu wa taala dhe i boni dy Zotna, dhe binin politeizëm. Gjoni, Marku, në fund të Ungjillit të tij thotë, Krishti në çastin kur është gozhduar, sipas bestimit krishter, se so gozhdu, o ma qateluhu, o ma salabuhu. As nuk e mbytën, as nuk e gozhduan, apo? Po ngrit Allah, e ngriti. Ka thënë, o Zoti im, kishe Isa alayhis salam, po prapna me fjalët e tyre vetë që i kanë qit, por subhanallahu që kanë thënë edhe ulemaja. E bidat gjit, edhe pse shpifin gjëra, me fjalët e tyre ne prapizojmë në ato argumentimet e tyre. Ligji i Allahut subhanallahu. Domethënë, edhe sikur këto hadithit janë sakta, prap ju jeni në kundërshtim. Kështu domethënë i kanë zonë ulemaja bidat gjit apo. Edhe na po i zojmë. Na e dim që s'është gëzhdu, po e zonë është e saktë sipas jush. Çka ka thonë Isa alayhis salam? Thot Zoti im, pse më ke braktisur?
sipas krishterëve që e kanë gozhdu, apo? Këta kanë qenë fjalët e fundit që ka folur në këtë botë. Kështu rrëfejnë ata duke gënjur dhe përgënjeshtruar. Nuk është e vërtetë se Allah madhërisht e ka braktisur. Atë e kanë varë që futët. Këtu kemi përdorur burimet e krishtera dhe mësimet të cilat ata besojnë thellë. Në mësimin e tyre vetë deklarojnë se Isa a.s. ka thënë: "O Zoti im, o Zoti im." Për thirr Zotin, që tregon se Isa a.s. e ka Zotin e vet, të cilën e thret në trazimet dhe vështërsitë e veta, sikur të kishte qenë vetë Zot, yerhamukallah. Pse kishte me thirr Zotin? Nëse vetë je Zot. Do më thonë se ti kur të thu unë jam Zot, dhe ti kur të ballafaqohesh me njerëzit, ti atëre po e tregon atë pafuqinë tënde të Zotit, se ti je vetë Zot, apo? Ndërsa çfarë bëri Isa alayhis salam? Po thot: "O Zoti im", pe thirr Zotin, krijuesin e vërtet. Dhe të gjithë ne dhe i është i pastër nga e për të thirrur vetveten Zot. Nga kjo rrjedh se dogma e krishterë është krejtësisht e gënjeshtër, e përmbysur, e rrëzuar, pa ata janë të shurdhur, subhanallah. Lusim Allah subhanahu wa taala. O ti krishter, që nëse të bjen me ngu këtë video, bën dua tek Allah subhanahu wa taala sinqerisht, te krijuesit. Thirrje i bëj publike nëse më shën ai krishter edhe e sheh këtë video. Le të bën sinqerisht lutjet e Zotit. Edhe le të thot: "O Zot, udhëzom në fenë që ti je i kënaqur." S'po vetëm se Islamin. Që hiç s'po them unë Islamin, hiç s'po them. Veç po them ç'të bëne. A mundesh me bëj ç'të dua? Secili mund me bëj, apo? S'po them unë Islami, s'po them krishterizmi, s'po them judizmi, s'po them budizmi. Unë veç po them ç'është. O Zot, o Zot, o atë në qije që she lutesh të Zotin, udhëzom në atë fe që ti i kënaqur me mua, edhe bëne sinqerisht e Zoti që të lutje. Kime pa mrekullin me Allah, me lena Allah subhanahu wa taala, nëse je sinqert me Zotin tënd. Çun pjesën e 3 natës, në 2 natës, 3 natës, lute Zotin. Lute veç Zotin lute. O Zot, udhëzom në fenë që ti je i kënaqur. Edhe bënë me ata njerëz që ti je i kënaqur. Nëse je i sinqert, Allahu keme pa udhëzimin tënd. Pastaj thot, në fund të ungjillit të tij, Luka thot se kur ka dal Krishti prej varrit, ka hyrë në mes të apostujve të tij të tubuar një dhomë të mbyllur. Kështu e kanë bindjen. Ata janë friksuar duke kujtuar se ai është gjin. Dhe thot, kur Krishti e ka vënë rrekët, ju ka thënë: "Më prekni", thot. Çfarë tash ju ka thënë Krishti, Isa alayhis salam, sipas vetë atyre. Thot se kur ka hi, apo kupton, më thot çka, ungjilli po thot, kur ka dalë prej varrit, këta çështu e kanë bindjen. Po tash edhe pse e kanë këtë bindje, edhe pse i bën këto shkrime, prap këto po bien kundërshtim. Që po thonë që është Zoti Isa alayhis salam. Qërë tash, ka dalë prej varrit, ka shku domethënë tek një dhomë mbyllur. Edhe thot, ata u friksuan apostujt. Edhe i than, mirë po menduan që është gjin. Çka i tha Isa alayhis salam sipas tyre? Tha: "Më prekni, tha mua." Thot, dijeni se krijesat shpirtërore nuk kanë mish as eshtra. Krijesat shpirtërore nuk kanë mish as eshtra, sepse nuk është krijes. Nuk është krijes sikur njeriu. Kurse trupi im është i tillë që mund ta prekni. A është argument i fuqishëm? Zoti a ka gjak mish kocka? Ndërsa njeriu i ka qëto. Thot, "Më prekni mua." Në këtë mënyrë pra ka vërtetuar se ai është njeri prej mishit edhe kockave. Materie përmbajtje të cilën e posedon çdo njeri. Jo si ju demek. Më prekni se jo si du, mos tutni, se jo si ju. Thot, edhe me këtë ai ka hedhur poshtë idenë se është Zot. Subhanallah. Ky si dhe tekstet tjerë të cituar janë nga ungjilli i tyre. Subhanallah. Krejt çto argumente vllazni që po i trajton, po e trajtojnë një ish i krishter, që e ka studiu vetë Biblën. Ka armë përfundim, ka qenë i sinqert, e ka pranuar Islamin.
Edhe ty krishter thonë, nëse je sinqert, bën lutje tek Allahu, bën lutje tek Zoti i Madhreshëm, edhe do ta sheh udhëzimin që kemë pas. Përkundër asaj që e ki rrethin, përkundër asaj që e ki rrethin të krishter, apo je brenda kishës, apo je motër e nderit, apo ku e di unë, do më thonë, përkundër asaj, ki me vdik një ditë. Nëse e din të vërtetën, ta ka mundësu Zoti me e kuptu të vërtetën, ktheu sa nuk u bo vonë. Ktheu tek Zoti yt sa nuk u bo vonë, para se me ta marrë Zoti shpirtin. Se valloj kur të vdesish mon nuk ka kthej mrapa. Se të ka ardhe vërteta. Qele Biblen qele. Qëto që po t'i potencoj, qëto versete, i kim Bibel i ki. Shikoj me sinceritetin më të madh. Pa urrejtje. Pa video me synin e urrejtjes. Veç qele Biblen, shikoj ato versetet, edhe ki me vërejt nëse je i sinqert, vallahi, Allahu Zoti i Madhreshëm ka me të udhëzu. Edhe ki mu bo thirrës shumë më i madh se sa që je tash. Nëse je i sinqert. Pastaj thot, ky edhe tekstet e tjera të cituara janë nga Injilli i tyre, e ne muslimanët besimtar mohojmë se Isa a.s. është i vrarë dhe i varrosur e që pastaj ka dalë nga varri. Nuk e pranojmë ne sipas Islamit. Këtë e sjellin vetëm si argument që të krishterët e kanë futur në formë të shpalljes, kanë thonë që është shpallje. Mirë, po i besoni që kjo është shpallje. Po kjo pju kundërshton bindjet e juaja. Konstantini që thotë se Isa a.s. është robi Allahut i Madhreshëm, i lindur si fëmijë, që është rritur dhe është zhvilluar derisa ka arritur pjekurin dhe se Allah e ka zgjedhur për të dërguarin e vetë përputet me fjalët e vërteta të Isaut dhe të nxënësve të tij. Isa a.s. ka pohuar se është prej gjakut dhe prej mishit. Këtë të krishterët e kanë regjistruar në ungjillin e tyre. Gjaku dhe mishi janë produkt i ushqimit vëllezër dhe i pijes. Isa a.s. po thotë çka? Më prekni, sepse janë prej gjakut dhe mishit. Mirë, gjaku dhe mishi produkti çkajt janë? I pijes dhe i ushqimit. Allah zëvëgjel apin dhe ahan, nuk pin, nuk han, as nuk flan. Nërsa Isa a.s. po thotë më prekni, sepse unë jam njeri në një aspekt. Nuk jem krijes shpirtërore, kështu që nuk më prekni mu. Dhe që krijesat i përdorin për të jetuar në këtë botë, sipas mësimit të krishter, Krishti është krijuesi tërë kësaj bote dhe si pjesë të saj ka krijuar dhe vetveten, thotë. Çka është absolutisht e pamundur ta pranoj mendja e shëndosh. Është krijues që i bie që edhe vetveten e pas ka krijuar, apo jo po Zoti e ka krijuar, po spjalosh Zotit këtë. Me thonë këtë ka krijuar Zoti. Në dhjatën e vjetër, dhjata vjetër pe dini Bibla, dhjata vjetër dhe dhjata e re, dhjata e vjetër është e Musait a.s. apo që është zbritur, që thuhet, pastaj dhjata e re është Isaut a.s. por se ka pasur ndërhyrje nga njerëzit. Thuhet se Krishti ka prirë thonjët dhe ka qethur flokët, është zhvilluar me lartësi, është rritur dhe është trashur. Pra, nëse ai është krijuesi amshuar, nëse është krijuesi si Zot, si janë ndarë flokët dhe thonjet e tij nga e tëra? Si janë bërë pluhur e janë asgjasuar, sa që asgjë nuk ka mbetur nga ajo pjesë e trupit të tij, krijuesit të amshuar. I tyre me një pjesë zhdukur, kurse pjesa tjetër ka mbetur siç ka qenë. Plot argumente, subhanallahu, për njeriu e logjikshëm, plot ka argumente me thonë që kjo bindje, kjo dogmë krishtere bie jo me tekstet në kundërshtim, po edhe me logjikën e shëndosh. Të krishterëve mund t'ju ushtrojmë edhe këto pyetje. Nëse besoni se Krishti është Zot, Jezu Krishti është Zot, krijues dhe i përjetshëm, a dihet vendi dhe koha aktivitetit apo nuk dihet? Nuk mund ta mohojmë se në ungjit e tyre të Mateut e të Lukës tregojnë se Krishti është lindur në Betlehem, në qytetin që i përshkruhet Judës, nga koha e sundimtarit të Rodosit, dhe se ai është gozhduar në kohën e sundimit të Pilatit. Të gjithë ata që kanë qenë në një kohë e një vend, patjetër duhet të kenë pasur edhe paraardhës e bashkuar të vet, por dhe hapësirën e cila ka rrethuar. Çdo kush që përputhet me këto elemente, ai konsiderohet krijesë. Ai ka lind. Zoti nuk lind. Ai është i lindur. Edhe ka pas vend, kohë, cilën vend ka jetu qysh tek, apo e qysh pithu që është Zot. Atëherë ti po i cakton fillim Zotit.
Sa i ka pas një fillim, apo Isa a.s. Zoti a ka fillim? S'ka fillim Zoti. Është i pa fillim dhe i pa mbarim. Ndërsa ky e ka pas fillimin. Hajt po themi tash i pa mbarim. Se s'ka përjetësimo nuk ka, po fillim ka pas. Domethënë derisa ka fillu, kush ka qenë krijues? Ka qenë Zoti. E kur ka fillu Isa a.s. e ka kriju çaj Zoti Isa a.s. Tash krijuesin apo krijues tjetër ka kriju. Do thonë e pa logjikshme është subhanallah. E pa logjikshme është kjo bindje kështu. Për atë arsye, kur një krishter i sinqert dhe i ditur futet në detaje, ki pasi musliman besimtar kur futen në detaje në ajete, në hadithe, meselet e fikut sen kur e lodhin kryt, nëse një krishter futet në detaje, ai domosdo ka me pranoj islamin. Ka me lon krishterizmin. Domosdo, nëse është i sinqert. Thot, kur të konstatohet se diçka është e krijuar, hidhet poshtë teoria atyre krishter se njeriu mund të jetë Zoti i vërtet, cili krijon çdo gjë. Është krejtësisht e vërtet se koha e ka fatin e vet kufizuar. Edhe thot, dhe se ajo ka qenë dhe para shfaqjes së Isaut, për të cilën nuk ka fare dyshim. Atëherë si është e mundur të ekzistojë koha para shfaqjes së krijuesit? Kjo është një çuditë se njeriu mund ta imagjinoj vetëm në kokën e tij. Të gjithë këto që kam sjellur dhe shpjeguar këtu mendimin e Allahut janë kritike qartë ndaj mësimit të tyre dhe përmbysjes së ideologjisë së tyre. Dhe thot, njëkohësisht dëshiroj të theksoj pastërtinë time për atë që kam zgjedhur për atë që kam zgjedhur fenë islame. Thot të qartë e të vërtet duke ndjekur, thot pejgamberin a.s. më të zgjedhurin Allahut azza wa jall, Muhamedit a.s. dhe duke ju lutur Allahut azza wa jall të madhreshëm të më ndihmoj në këtë çështje sa mbikëqyrës ndihmë më si mirë është ai deri në takimin e radhës me kapitullin e 6 mbi kundërshtimin e 4 autorëve të Ungjive dhe argumentimin e pasaktësisë së tyre, të cilët kanë pas kontradikta njëri me tjetrin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.